2 orë telefonat për luftën habit Donald Trump. Putin më tha se ai admiron gruan time Melania. Presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar një telefonat me më shumë se 2 orë me homologun rus Vladimir Putin, ku siç raportojnë mediat ndërkombëtare, fokusi ka qenë mundësia e një armëpushimi në luftën e Ukrainës. Mirëpo gjatë një konference në kopshtin e trëndafilave të Shtëpisë së Bardhë, Trump tha se Putin kishte përmendur edhe zonjën e parë. Putin sapo tha: "Ata, rusët, e respektojnë shumë gruan tënde", u shpreh Trump. Kur presidenti amerikan e ka pyetur po mua, ai tha se Putini ishte përgjigjur: "Ata e pëlqejnë më shumë Melanian". Ai përmend gjithashtu se kaloi 2 orë gjysmë duke folur me Putinin në çështje serioze. Trump buri në dukje se ishte bërë përparim në diskutime, megjithatë me turmë vendosi të ndante këtë moment qesharak që është pasqyruar në të gjitha mediat ndërkombëtare. Nga kopshti i trëndafilave, presidenti amerikan firmosi aktin Take It Down për ndalimin e shpërndarjes apo përdorimit të imazheve të personave pa pëlqimin e tyre. Donald Trump mori një moment për të falenderuar zonjën e parë Melania Trump për udhëheqjen e saj në çështjet kritike, duke lavdëruar për kushtimin dhe dëmshurinë e saj. Ai theksoi përpjekjet e saj në sigurimin e 25 milion dollarëve për të siguruar strehim dhe mbështetje për të rinjt që po largohen nga kujdesi familjar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e lejoi bashkëshorten e tij Melania të nënshkruante të ënën një legjislacion për të ndaluar pornografinë e gjeneruar nga inteligjenca artificiale me fytyra të vërteta njerëzore.